Me të lypme, ja dale lyp gjithë ditën këtu ke urat, marrë në 2 euro, 3 euro, shkoj të blej bukë fëmijëve të në shtëpi. Gjithmonë për mu kështu ka qenë jeta, qa të bëjmë? A të ka ndalë dim dikush? Kërkush, atë kërkojmë punë, qartë të kërkojmë punë për fëmijët, mos dalim të lypim rrugëve, përse po të punojnë fëmijët, neve s'kemi drejt me kërkuma. Fëmijët pa punë, pa gjohë, si këtu në Kosovë dhe atje në Shqipëri. Kërkoj, ushqime, në i gjohë me hangë, në i vesh masje për kalamajt, në i qira me pagu, s'duam gjohë tjetër, nuk duam pasuri. Me të lypme. Me të lypme? Me të lypme, ja dale lyp gjithë ditën këtu ke urat, marrë në 2 euro, 3 euro, shkoj të blej bukë fëmijëve të në shtëpi. Qarë jetë është? Ka qenë jetë e vështirë për ty? Shumë e vështirët, e vështirët. Gjithmonë ka qenë kështu për ty? Gjithmonë për mu kështu ka qenë jeta, qa të bëjmë? Punë s'ka, gjohë s'ka, qa të bëjmë? Nga ju kemë i ty? Unë jam për i kruje. Nga Kruja ju kemë? Kruja. Jetonin këtu në Prizren? Po këtu me qira. Me qira. Po qa të Si po ja dilnin për qira? hajtë ma ka herë pagojmë, ka herë s'pagojmë, qa të bëjmë? Po kalamajt i ke këtu? Po këtu i kam, ca i kam në Shqipëri, ca i kam këtu, qa të bësh? Ti jeton me një kalama këtu apo me një Po i gjallë? kam një 2 fëmijë të vegjël, i kam të mia, të djalit. A të gjallit? Të djalit edhe rri me ata të djalit. Po si mundesh me ja dalë kështu? Po ja, kështu po i dal me zot. Qa të bëj? Po, a kam ndodhur që të kërkojnë kalamajt fëmit, dhe më thënë të gjallit për ushqim s'ke pasur? Edhe s'kam pas me i dhonë, nuk mune me pletsu kushtet atynve, po s'kam qa me bo. A të ka ndalë dim dikush? Kërkush, deri sot kërkush. Po çka do të thosh audiencës tonë historitjetës që na ndjekin shumë? Çka do të kërkojë ti? Çka do të kërkojë? Qa të kërkojmë punë, qartë të kërkojmë punë për fëmijët. Mos dalim të lypim rrugëve, përse po të punojnë fëmijët, neve s'kemi drejt me kërkuma. Të lutem. Ashtu, mirë po fëmijët pa punë, pa gjohë, si këtu në Kosovë dhe atje në Shqipëri. Një lloj. Qa do bëjmë neve kot? Po fëmija kërkuan punë tu, s'kan mundur me gjetë? Po gjenë, disa japin pare, disa s'ja japin pare, punojnë badi hava, fëmija, edhe i ku punë. Po qa ka nevoj kalamajet, nëse do të ndihmoj dikush, do të dalë në Po ndihmë qa ty? kam nevoj, vesh mathje, me hangër, me pifmi, qa to dunë, qa du tjetër. Ku gjendeni ju cilën lagjet? Unë jam në Qenam, si thënë aty, në Qinam. Aty në Qinam jam. A keni me qira? Me qira jam plaka. A ke nevoj për qira të paguj dikush? A, po si s'ka, kush është ai që s'do me pagu qiran? Inshallah, na del dikush për hajër. I thuaj dikujt për para nëse të përcjell, nëse ki nevoj për ndihmë. Çka po i kërkon? Përveç Qa i ushqim. kërkoj? Ushqime, në i gjohë me hangë, në i vesh masje për kalamajt. Edhe ajo, edhe në i qira me pagu, s'duam gjohë tjetër, nuk duam pasuri. S'ka pasuri matë është i të keqe nëna. Iku pasuria. Prandaj. Pasuria e dim, Është e vështirë si Në moshë jeni, sa vjeçar jeni ju? 75. Datlinja 51 jam. O, sa dukesh kështu, dukesh e fort dukesh. A, e fort, nga zorti më bira e fort do bohem. Po të ka bo jeta ndoshta pak ma të fort. Po jeta, shiko, jeta sa do që të vuj njeriu është ma mirë. I shtohet jeta, se është mësum në fukarallik. Prandaj. Cila ka qenë vujtja ma e madhe në jetën tënde? Në jetën time i vujtja ma e madhe që i fëmijë të rritën, pa punë, pa gjohë, ajo është jetesa jonë. Qa du ma mirë se të kemë fëmijë të rahat? Kush është ajo prind që se do fëmijë në rahat? Kush? As kush? Ma shumë se nana që i dëshiron fëmijët. A të lumtë, ja jo është krisoria. Si t'jem rahatun, edhe fëmija do rahatohen pak. Po unë vuj, edhe fëmija po më vuj. Se s'kan qa të bëjnë fëmija. Me shku me vjedh, nuk vjedhim do të, se të husin burg. Ma mirë dale lyp gjithë ditën kështu ke ura, dale lyp gjithë ditën, të kam pas sa herë, më ke pas sa herë. Këtu ke ura, mirë po, s'kene qa të bëjmë nga e keqja po dalim edhe ne. Njeriu nuk del nga e mira asë njëherë. Gjithë ke ftov, gjithë ke kiamet, po rrim po vuajmë. Çdo ditë del kështu? Valej gati se për ditë dalë. Ka me gjesi në mbrëmje. Në mramjet. Qa të bëj plaka? Po në shtëpi e keni ftoft, këtë dimër? Beri qave se në mirë, kena pas dru. I kena ble dru. 70 euro
1 metër dur ka shku. Qa me bo, po pizorti ti do i marish. Po pse zgjodhet Prizreni me jetu këtu në Kosovë? Pa vala, s'qa me thonë si Prizreni, njësoj është, njësoj si Shqiprien, Prizrenen, Tetoven, Gosivar, ku do që qkoq. Po pse erdhët këtu ju me jetu? Me jetu për ma mirë. A e gjetët atë të mirën që Pa, kërkoni? diqka, bere qavesen. Me thonë bere qavesen, bukën e kena qitë, duhet me thonë faliminer Zotit. Do të na jep kontaktin tuaj mas intervistës të unë gjëmoj njerëz? Po t'jesh shibe, po t'jesh, Ku t'ju gjej njerëz? E vëlla gjithë mirë që dëshirojnë në ndihmu juve. A keni një kontakt na jepni? unë munëm nesër të marrëm numrin e telefonit e ta jap numrin e telefonit kontakt, ose të vish të më shikosh atje ku jetoj. A ke emrin mbi emri juaj? Unë jam Sultane Rama. Njerëz të vëllezër mirë u bëj thirrje këtë nën, këtë grua ta ndihmojnë. Zoti Sidomos për veçmbatje për fëmijët, e domethënë e djalit që i ka. Po, Ta kaloj këtë dimën disi se nuk është në as kushtet e mira. Uroj që dikush del ndim ty. inshallah, ai që më del për mu ndim, Zoti e ndimoft. Ja rujt Zoti fmit, e rujt Zoti prit keqes. Inshallah do Zoti, edhe për mu do bëj një mirësi. Po lutem edhe unë, si gazetari i historisë jetës, të uroj më të mirë aty dhe shpresoj që një gjithë të bëhet edhe ty. Inshallah bëhet. Inshallah të një gjoft Zoti, shpresën ke Zoti. Të uroj Zoti ty. Të uroj më të mira.